Në ambientet e shkollës së mesme të mjekësisë në Gostivar u organizuan ditë të hapura, aktivitet që synon të njohë maturantët dhe prindërit me kushte, drejtime dhe mundësi që ofron kjo shkollë. Drejtori i shkollës Jeton Sulejmani theksoi se fokusi kryesor mbetet puna praktike dhe përgatitja profesionale e nxënësve për tregun e punës. Gjatë aktivitetit, nxënësit e shkollës realizuan demonstrime praktike para vizitorëve, duke prezantuar mënyrën e dhënies së ndihmës së parë, përdorimin e pajisjeve mjekësore, si dhe punime të ndryshme që zhvillohen në kabinetet praktike. Vizitorët pande mundësi të shohin nga afër procedurat bazë të kujdesit shëndetësor, punën në laborator dhe aktivitete që zhvillohen në drejtimet mjekësore. Në shkollën tonë nuk mësojmë vetëm teori, por mësojmë edhe gjëra praktike, si për shembull dhënia e ndihmës së parë, matja e shtypjes së gjakut, dhënia e injeksioneve dhe infuzioneve. Gjithashtu duhet të dimë që pas çdo mantilli të bardhë fshihet një shpresë për të shpëtuar jetë, gjithashtu për të dhënë ndihmën e parë për dikë që është në momentet më të vështira dhe për të qenë profesionistë të denjë për të ardhmen e shoqërisë tonë. Gjithashtu duhet të dimë që ne punojmë me përkushtim, me saktësi dhe me humanizëm për të gjitha ata, për ky projekt dhe gjithë projektet e tjera përfaqësojmë punën dhe përkushtimin që ne japim në shkollën tonë. Gjithashtu edhe duhet të tregojmë që puna praktike në ordinanca është shumë e nevojshme për gjithë ne. Ne kemi lëndën e MPP-s ose mësimit përmes punës, është lëndë e re në shkollën tonë, ku do me thënë e kalojmë një ditë brenda muajit vim në shkollë, atë ditë e kemi të lirë. Do të përfshihet do me thënë pjesa ku ne shkojmë në ordinanca private, paraqesim punën tonë dhe atje si mentore kemi mjeken, e cila do me thënë ndihmon neve që ta ushtrojmë pjesën praktike, të cilën ne kemi mësuar do me thënë me teori në shkollë, e ushtrojmë pjesën praktike në ordinancë. Aty po ashtu njoftojmë edhe me mënyrën se si duhet t'i trajtojmë pacientët, mënyrën se si do me thënë duhet t'i aplikojmë terapitë dhe të ndryshme. Do me thënë kjo na ndihmon neve që të bëhemi profesionistë të fushës së mjekësisë, profesionistë sa më të mirë për ne dhe për shoqërinë. Ne jemi duke e përfaqësuar mësimin përmes pune, që është një lëndë e cila Ministria e Arsimit e ka venduar në plan programin arsimor në shkollat e mesme të mjekësisë. Do me thënë mësimi zhvillohet në ordinancat private, pra në institucionet shëndetësore private, ku nxënësi e zgjedh atë me vetë dëshirë. Ditën që nxënësi do me thënë e ka këtë lëndë, nuk mban mësim në shkollë, është i lirë nga mësimi. Me thënë, unë si nxënëse e cila e zhvilloj praktikën tek ordinanca e doktor Lindës, me mbikëqyrjen e doktoreshës Lindita Rahmani, jam tepër e kënaqur me atë ordinancë. Sipas drejtorit, kabinetet janë të pajisura me mjetet e nevojshme për zhvillimin e praktikës, ndërsa nxënësit kanë mundësi të ndjekin mësimin dhe në ordinanca private përmes sistemit dual. Shkolla këtë vit planifikon të regjistrojë rreth 200 nxënës në vitin e parë, të ndarë në drejtime motor medicinale, teknik farmaceutik dhe teknik dhëmbësh. Interesimi më i madh si dhe viteve të kaluara vazhdon të mbetet për drejtimin motor medicinale. Shkolla jonë kemi përgatitur ditët e hapura, më tepër që t'i njoftojmë semi-maturantët për kushtet me cilat posedon shkolla jonë, aktivitetet cilët i ndërmarrim në shkollën tonë, kabinetet të cilat janë të pajisur me mjetet besoj që të nevojshme për punën praktike dhe cilat e kryen nxënësit. Më tepër nga afërt edhe prindët të njoftohen me shkollën tonë, me kushtet me të cilët fëmijët e tyre do të kenë mundësinë ose ato të cilët do të kenë mundësinë për të regjistruar në shkollën tonë, të njoftohen nga afër se me çfarë kushte do të përballen në të ardhmen. Drejtori bëri të ditur se gjatë mandatit të tij janë hapur 2 drejtime të reja, laborant dhe teknik farmaceutik, ndërsa janë realizuar investime në kabinetet e stomatologjisë, laboratorit dhe farmacisë. Po ashtu të gjitha klasat janë pajisur me projektor modern, është rregulluar fusha sportive dhe parkingu i shkollës. Gjatë mandatit tim si drejtor shkolle, në tonë kemi hapur 2 drejtime të reja, laborant dhe teknik farmaceutik, të 2 paralele duale, me të cilën paralele nxënësit praktikon edhe në shkollë dhe në ordinancat private, do me thonë mësim nëpërmjet punës. Kemi bërë disa investime edhe në kabinetet e stomatologjisë, kemi bërë disa investime në kabinetin e laboratorisë, të cilën jemi në përgatitje, kabinetin e laboratorisë, kabinetin e farmacisë dhe 2 kabinetet e kujdesit të cilët praktikon nxënësit
për motor medicinale. Kemi bërë edhe disa investime në brenda në shkollë, kemi pajisur të gjitha klasat me projektor, të cilët janë shumë të nevojshme për zhvillimin e mësimit. Kemi bërë disa investime edhe në oborin e shkollës, kemi bërë investim në fushën me cilën e kemi shtruar me një pjesë të plastikës, i cila është shumë moderne. Parkingun e shkollës e kemi kompletuar me rampë, me gjitha kushtet cilët duhet. Ditët e hapura do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim, ku nxënësit e klasave të nënta do të kenë mundësi të informohen më afër për drejtimet dhe kushtet që ofron kjo shkollë.